shkak se atje ka shumë fëmijë familjar të moshuar që nuk mund ta bëjnë gjithë atë rrugë. Atëherë ne po kthehemi nga Rinasi, ku shputëm shumë pajisisht, udhëhoqëm përtikur aty nga Gent Progni, i cili tani bën këto skema tipike të një tradhtari që me demek na tërhoqë dikush tjetër. Kemi bërë 3 orë rrugë, 4 për të ardhur deri këtu. Dhe po bëjmë prapë për të kthyer, sepse ne nuk kemi qëllim as për të sulmuar jo policin, por asnjë. Gjithë e dinë që kjo protestë është paqësore, po siç e dimë gjithashtu që ka shumë si Gent Progni dhe shumë si këta. Është në dorën tuaj të zgjidhni se kë besoni, është në dorën tuaj të zgjidhni se kush është i drejti, po që të ngriti ati podiumi çdo gjë ka qenë e dyshim. Që të ngriti ati podiumi që po Gent Progni e ngre. Dhe patjetër që ai do të përdorë edhe metoda të tjera tani manipulimi, duke thënë që un kam qenë gjithmonë me ju, po, patjetër, por kush është i zgjuar e di shumë mirë që kjo lëvizje sot ishte tipike një tradhtar.